Shënohet sot për vjetori 27 i nisjes së bombardimeve të NATO-s mbi saqet ushtarake dhe policore serbe në ish Jugosllavi për të ndalur dhunën e forcave serbe kundër shqiptarëve në Kosovë. Bombardimet nisën në 24 mars 1999 dhe zgjatën 78 ditë. Ato nisën pas përpjekjeve të dështuara të komunitetit ndërkombëtar për ta bindur ish liderin serb Slobodan Milošević për një armëpushim. Më pas ishte sekretari i përgjithshëm i NATO-s Javier Solana, i cili autorizoi sulmet ajrore. Kjo fushat përbënte herën e parë që NATO e përdorte forcën ushtarake pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Fushata përfshiu rreth 1000 avion që operuan nga bazat ajrore në Itali dhe Gjermani, si dhe aeroplan mbajtësen e vendosur në detin Adriatik. Avionët kryen mbi 38.000 fluturime, prej të cilave 10.484 fluturime sulmuese pas një fatalitet në mesin e aleatëve. Gjatë fushatës ajrore, shkatrime ose dëme të rënda pësuan kazerma dhe njësi ushtarake në Serbi, Maltëzi dhe Kosovë, ashtu si dhe sistemet komandës dhe kontrollit, sistemet të mbrojtjes ajrore, infrastruktura të energjisë dhe komunikimit. Bombardimet u ndalën një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marrëveshje të negociuar nëpërmjet NATO-s dhe zyrtarëve ushtarak jugosllav, forcat jugoslave u tërhoqën nga Kosova dhe u krijua forca paqëruese ndërkombëtare e udhëhequr nga NATO. Beogradi kishte 11 ditë kohë për të zhvendosur 40.000 forcat e tij të sigurisë jashtë Kosovës. Kfori misioni paqëruajtës i udhëhequr nga NATO filloi dislokimin më 12 qershor 1999. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur në 4.767 trupa sot nga 33 vende të botës. Lufta përfundoi me rreth 13.000 njerëz të vrarë dhe me mijëra të zhdukur, mbi 1.600 prej të cilëve mbeten ende të pagjetur, me qindra mijëra refugjat, shumica të cilëve u kthyen dhe me mijëra prona të dëmtuara ose të shkatruara.